Finalja e Ligës së Kampioneve midis Paris Saint-Germain dhe Interit pritet të jetë një përplasje jo vetëm e dy ekipeve të mëdha europiane, por edhe e dy filozofive krejtësisht të ndryshme të futbollit. Në Paris, Enrique ka krijuar një ekip që kombinon finesën teknike me intensitetin dhe shpejtësinë. Përparimi i tyre deri në finalen e Ligës së Kampioneve tregon aftësinë për të përballur me kundërshtar të nivelit të lartë. Nga ana tjetër, Interi ka humbur vetëm një nga 14 ndeshjet e Champions League. Pavarësisht mungesave për shkak të lëndimeve, Inzaghi tregoi aftësi për të përshtatur dhe duke përdorur lojtarë si Fratesi dhe Acerbi në role vendimtare. Finalja pritet të jetë një betejë taktike, me Parisin që përpiqet të imponojë ritmin e saj përmes posedimit të topit dhe presionit, ndërsa Interi do të kërkojë mundësi në kundërsulme dhe goditje standarde. Opta parashikon një shans prej 53.6% për fitore, krahasuar me 46.4% që jep për Interin. Megjithatë, përvoja e Interit dhe aftësia e Inzaghit për të menaxhuar momentet kritike mund të jenë vendimtare, veçanërisht nëse Donnarumma ose mbrojtja e Paris Saint-Germain bën gabime. Fituesin do ta njohim sonte në Allianz Arena në Münih.